A mendoni ju në fakt që forcat politike apo vetëm politika në vetvete po e lexon mesazhin e qytetarëve ashtu siç ata po e përcjellin? Politika po e lexon shumë mirë mesazhin e qytetarëve, se prandaj dhe kemi një qetësi nga ana, qetësi në thojza nga ana e pushtetit, pra nuk flet askush. Kanë filluar tash këto kohë dhe në vend që të marrin përgjegjësinë dhe të dëgjojnë zërin e qytetarëve, në fakt ato po sulmojnë protestën dhe kemi një kryeministër i cili i ka ndryshuar sjellja, është një kryeministër arrogant dhe që nuk dëgjon dhe shpërfill qytetarët e tij. Kemi një opozitë e cila edhe ajo është munduar që të sulmojë protestën. Tani kur e parë që protesta ka marrë këtë përmas, mundohet që të jap mesazhin që ajo e mbështet protestën, por në fakt protesta nuk e do asnjërin. Nuk do as këtë qeverisje dhe Partinë Socialiste. Domethënë kur them Parti Socialiste them pikërisht ky leadership i Partisë Socialiste dhe ajo është përgjegjëse sepse është kaq vite në pushtet, dhe njëkohësisht opozitën dhe sidomos partinë më të madhe që është Partia Demokratike. Dhe kjo protestë i ka delegitimuar atë. Vetëm pak ditë pasi filloi protesta, jo vetëm dy i kanë forcat më nxjerrë jashtë tregut. Zonja Karabina, nuk do as partitë e vogla, për kam parë për shembull që nuk duan as lëvizjem bashk, apo protesta është apo nuk duan që ta politizojnë. Protesta është politike, nuk është